Ndodhemi në qytetin e Korçës pranë tregut të frutave perimeve për problematikën e zotit Sami Myrtollari, i cili që nga viti 2004 ka këtë bar kafen, një biznes i vogël, por që së fundmi ka asur problematikën me tatimet e Korçës, ku sipas të dhënave që nga viti 2018 ky biznes ka filluar që të tatohet që në burim. Ndërkohë që ky është një biznes i vogël dhe ky detyrim nuk i takon për të paguar. Për 2004-ës që kam hapur dhe vazhdoj dhe sot aktiviteti. Pra nga 2004 deri sot kjo bar kafe funksionon tek tregu i fruta perimeve në qytetin e Korçës. Ka funksionuar. I rregullt, i regjistruar si biznes i vogël, besoj. Si biznes i vogël i kam paguar të gjitha në rregull. Të gjitha i kam paguar në afat. I kam marrë faturat i kam të tëra, të paguara. Në 2018 më vjen njoftimi, thotë nuk ke paguar tatimin në burim. Unë i them... Se tatim në burim? Ti je biznes i vogël. Tatimin në burim, më thonë ata të tatimin në burim, e paguan qelamarsi. Edhe unë jam qelamarës. Përjashtohen nga tatimin në burim, me urdhër të Edi Ramës, përjashtohen shumë ambiente. Në të njëjtën kohë përjashtohet dhe ky ambient. Me vendim të Këshillit Ministrave. Që kështu ju nuk duhet të paguani këtë. Nuk paguaj se unë e kam shpenzim dhe tregu e ka të ardhur. Tatimi në burim kryesisht ka të bëjë me qiran, ku qiramarrësi është subjekt ndërsa qiradhënësi është individ. Por në këtë rast që ne do të bëjmë publike sot, qiradhënësi është subjekt dhe për këtë arsye denoncuesit e emisionit Stop nuk i takonte që të tatoheshe që në burim. Në momenti që unë kam 4 vjetë që ankohem, që vete, dhe shkresat që më vinë, më thonë e ke veprim të vonuar. Unë nuk e kam veprim. Ke kaluar afate sepse e more vesh më vonë, po kur në çfarë viti kanë filluar tatime në Korçë që ju t'ju tatojnë që në burim? Çfarë ke mësuar? Në 2018 apo? Po në 2018 e kam mësuar unë se ne i paguam leka dhe s'kishim tatim. Kur ka filluar tatime në burim? Që në çfarë viti? Ka filluar më 2015 dhe ma ka ndaluar më 2019. Kur ju ankuat? Kur unë ankuat. Unë i kam vajtur në tatime dhe i kam thënë. Kush më ka hapur përgjegjësinë tatimore? Përgjegjësinë tatimore kush më ka hapur? Në 2015. 2015? Shërbimi. Edhe më ka mbyllur në 2019. Po, shërbimi poshtë ka hapur. Kush? Drejtoria e shërbimi, që është poshtë në katë parë, ata i bëjnë përgjegjësitë, ata i hapin, ata i mbyllin. Ata i mbyllin? Po, ata i çelin, ata i mbyllin. Po që 2015 janë 10 vite. 10 vite, ka 4 vite që ankohen. Sipas të dhënave të sakta zyrtare që Stop ka mësuar në vitin 2019, kur qytetarit i është hequr përgjegjësia për t'u tatuar që në burim, duhet i ishte hequr edhe shuma financiare prej 4 vitesh që rëndonte në subjektin e tij. Si në momentin që jenë në fruta perimet, ja paguan bashkisë. I paguan tregun. Po e di pra. E di. Atë mua të paguaj tatim në burim, ku e kam paguar? Po mua ka vajtur. Kush e ka hapur? Po shko sa më në ka vajtur. Unë do qitë mi tërë. Unë në bankët zvete do, se kam gjoba për ditë. Ku mund të zhjith këtu? Sami Myrtollari. Bravo. Kesa mujore e qirat realizohet me faturë të lëshuar nga qiradhënësit. Nuk ka detyrim çeljen e tatim burim. Zoti Myrtollari e ka marrë këtë informacion vetëm pas 4 vitesh dhe sigurisht detyrimi që ai duhet të paguaj ka vajtur diku te 15 milion lekë të vjetra. Ndërkohë sipas të dhënave nga viti 2019, tatimet e Korçës me të vënë në dieni që biznesi i vogël po tatohet që në burim e kanë ndërprer këtë procedurë. Por problematika e zotit Myrtollari është shuma e parapambetur, rreth 15 milion, të cilat i kanë sjell një sër problemesh. Si kalua? Si jeni mirë? Si kalua? S'ka të mos është. Qërve? Për rastin e zotrisa, mund ta flasim pak që të kemi edhe një zgjidhje se po e ndjekim? Shiko, nuk e faj, po do të kuptosh që edhe neve nuk e Edhe ata, janë sa procedura që kur kaloj dhe afatet ligjore është që ke vështirë të procedojmë. Megjithatë, të thashë që do bëj të pamundurë. Po, më the. Sikur dhe 1% hapësirë ligjoret, ata thashë dhe unë do të bëj. Ja ka që këtu. Po sigurisht, po patjetër, sigurisht. Shiko, fare jo ti, po kushdo të vijë këtu dhe të ketë nevojë, kjo derë është gjithmonë e hapur.
gabimisht apo nga diçka tjetër inspektori i tatimeve në Korçë në vitin 2019 nuk e ka përjashtuar edhe shumën financiare që rëndonte mbi qytetarin dhe ky lapsus ka sjellë që sot apeli i tatimeve në Tiranë mos e fshi këtë detyrim i cili ka ardhur nga pakujdesia dhe nga pa apelimin që ka bërë qytetari pikërisht në vitin 2019 i cili nuk ka qenë në dieni që inspektori i tatimeve nuk e ka hequr edhe detyrimin financiar. Pra, një gabim njerëzor ka sjell edhe këtë problematik sot në vitin 2025 për këtë qytetar nga Korça, ku mbi llogaritë e tij rëndojnë mbi 15 milion detyrime ku i kanë bllokuar edhe llogaritë bankare.